Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'a bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë, kurse salavatet dhe selamet i drejtojnë Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të gjithë juve të cilët na ndiqni, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahut të madhëruar qoftë mbi ju. Në emër të KMSH-s, uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e Kur'anit Kerim, muajin e agjërimit, muajin e pendimit, muajin e solidaritetit, muajin e pastrimit shpirtëror dhe fizik. Falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, i cili na mësoi të jemi akoma në jetë, që të shijojmë prap muajin e shenjtë të Ramazanit dhe nëpërmes kësaj begatije të madhe, shpresojmë që të përfitojmë sytë tanë të zemrës, të besojnë, të ndjejnë dhe të shohin më mirë dhe më larg. Allahu i madhruar thot në Kur'anin Kerim: Ja ejuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Allahu i madhruar në suratul Hujurat ajeti 13 thot: O ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, dhe prej juve bëm në ju ndam në popuj dhe në fise, që të njiheni mes vete. Por padyshim se më i miri ndër jush është ai i cili i largohet punëve të këqija. Më i miri ndër jush pra është ai i cili është më i devotshëm në mesin e juaj. Allahu i madhruar është hollësisht i njohur për këtë. Pra qoftë mashkull apo femër, ata të cilët i largohen veprave të këqija, ata do të jenë njerëzit më të dashur dhe më të mirë tek Allahu i madhruar. Allahu i madhruar thot në një ajet tjetër kuranor: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Allahu i madhruar me këtë ajet kuranor thot, i drejtohet Muhammedit alayhis salam: Zoti jot ju drejtua me lajkeve se do të sjell në këtë tokë një mëkëmbës, dhe ai mëkëmbësi do të jetë njeriu, krijesa më e dashur, atë të cilën Zoti e zgjedhi dhe Zoti ja besoi që të jetë bartësi për misionin më të shenjtë në tokë. Dhe me privilegj ju mundsua e njëjtë sikur mashkulli edhe femra që të kontriboj për fe dhe për punët të cilat janë të nevojshme në këtë dunjë për dobinë e njerëzimit. Allahu i madhruar thot në një ajet tjetër kuranor, i cili është: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Lexo në emër të Zotit tënd. Allahu i madhruar kur ju drejtua Resulullah sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë Iqra, lexo, ishte fjala për mbar njerëzimin, pa dallim për mashkullin dhe për femrën. Edhe femrës pra është pjesëtare dhe femra të lexoj, të mësoj, të shkollohet, të punoj, por brenda normave të dinit të Allahut. Allahu i madhruar e krijoi mashkullin të jetojë i lirë, e krijoi femrën të jetojë të lirë, të ditë brenda kornizave të dinit të Allahut, brenda urdhrave të Zotit të cilët duhet të zbatojmë në këtë tokë. Allahu i madhruar na urdhëroi që të jemi të respektueshëm, të jemi vazhdimisht me respekt dhe nder të ndërsjell në mes vete. Allahu i madhruar e ngriti femrën me vlera të larta. Pra dhe femra ashtu si mashkulli është pjesë përbërëse e kësaj shoqërie në këtë planet. Dhe kjo është shtylla kryesore në familje dhe është një strukturë tejet e rëndësishme në çdo rrafsh e në çdo aspekt. Pra femra si femër, si çdo krijesë tjetër, por Allahu e ngriti me vlera të larta dhe kjo i qëndroi në besë Zotit, pavarësisht ku jeton dhe ku punon, pavarësisht besimit, vendit, racës, kombit. Ajo e mbrojti identitetin e saj dhe e mbron identitetin kombëtar dhe fetar. Dhe ky zë është zë i fuqishëm, e cila e gërsheton kombin dhe fen, e njëson sikur shpirtin me trupin. Ky zë i fuqishëm, ky zë i paheshtur, pra i frymëzuar me urdhrat e Zotit, i frymëzuar dhe e ujitur me burimet e pashterura, ata të cilët janë Kur'ani Kerim dhe hadithet e Muhammad Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhruar
tha në Kur'anin Kerim: "Walau annama fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah inna Allaha azizun hakim." Allahu i madhruar tha në suratul Luqman ajetin 27, sikur në këtë tokë gjithë drujt të bëhen pena, të bëhen lapsa, dhe gjithë ujrat e detrave të bëhen ngjyrë shkrimi, të bëhen bojë për të shënuar, dhe 7 herë të shtohet kjo ngjyrë, fjalët e Allahut të madhruar nuk do të marrin fund. Fjalët e Zotit nuk do të shteren, dhe Zoti është i plot fuqishmi dhe i urti. Ky libër i madh, ky libër i shenjtë, të cilin nuk pa qielli dhe toka libër më të madh, i cili erdhi në këtë tokë udhrafies për mbar njerëzimin, i cili erdhi me ligjet më të përsosura, për krijesën më të përsosur me emrin njeri. Çdo fjalë, çdo ajet, çdo sure, nuskha komplet i kompletuar Kur'ani Kerim ju besua një femre. Pra rojtarja e Kur'anit Kerim, e botimit të parë, ishte femër, ishte Hafsa bint Omer radiallahu anhu, ishte kjo femër e cila hafize Kur'anit Kerim dhe dinte shkrim dhe lexim, por ja që ishte rojtarja e librit udhrafijesit të mbar umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zërat e femrave me ardhjen e fesë Allahut të madhruar. Kur dihet se një kohë femra ka qenë ajo cila zëri i saj ka qenë i ngulfatur, zëri i saj ka qenë i humbur, i kanë varrosur të gjalla dhe i kanë keq trajtuar në mënyrën më njerëzore, kurse Islami e nxorri nga robria e errësirës asaj ignorance dhe mbrojti femrën, e ka mbrojtë dhe do ta mbrojë moralisht deri në ditën e gjykimit. Zërat të cilët nuk pushuan, zërat të cilët ishin të ngritur me ardhjen e Islamit, me ardhjen e jurisprudencës islame, ishte zëri i Khadijës radhiyallahu anha, e cila ishte zëri i besnikërisë dhe i tregtisë. Ishte Aisha radhiyallahu anha, zëri i dijes. Ishte Esma binte Ebu Bekr dhe Sumeja, zëri i trimërisë. Ishte Hansa, zëri i poezisë. Pra Allahu i madhruar e ngriti femrën, dhe sot e kësaj dite zëri i femrës nuk ndalet. Zëri i femrës është zëri i dijes, zëri i krenarisë, me të cilët i vlerësojmë nga rritjet e tyre me suksese të larta, me nivele të larta, me profile të ndryshme, paralel me meshkujt, dhe të kyçura duke ndihmuar popullin në çdo nevojë për kombë dhe për fe. Allahu i madhruar na tha në Kur'anin Kerim: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Na urdhroi i madhi Zot që të ndihmohemi në mirësi dhe në devotshmëri, dhe na ndaloi që të ndihmohemi në mëkat dhe në armiqësi. Dhe këto femra edhe më shumë i vlerëson, vlera e tyre edhe më shumë rritet për këto femra të cilët na sjellin breza të cilët e ndihmojnë, breza të cilët e ruajnë dhe mbrojnë traditën, kulturën kombëtare dhe fetare, duke ruajtur esencën se kush jemi dhe nga kemi ardhur me kombë dhe me fe. Këtu mundemi ta marrim shembull nanën Zahide nga Prekazi, e cila po mos kishte qenë kjo nanë, e cila e edukoi dhe i mësoi bijtë vet, të cilëve ju ngeli emri i tyre në histori dhe nuk do t'ju shlihet kurrë sa të ekziston kjo botë, dhe deri në ditën e gjykimit këta do t'jenë emra të paharruar. Pra nënat trimresha dhe besnike na lindin bij dhe bija, besnik dhe trima, të cilat e mbrojnë gjuhën, fen dhe kombin. Një mesazh nga unë të gjithëve: ruani besimin dhe studioni e mësoni, sepse besimi dhe dija e mbajnë këtë botë të gjallë. Dhe një mos harroni, sepse tha Ahmed el Kushuk: "El ilmu bila akhlaq jahl", dituria pa moral është ignorancë, wal malu bila akhlaq fakr, dhe pasuria pa moral është varfëri, wan najahu bila akhlaq fashal, dhe suksesi pa moral është i dështuar. E lutim Allahun e madhruar që të jemi nga robërit të cilët Zoti i gjithësisë na radhit në radhën e njerëzve me moral të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.